Ferrari është një nga markat më të luksoze dhe ikonike të makinave në botë, me një vlerë të vlerësuar neto prej rreth 85 miliard dollarësh. Por pas dizenjeve elegante të markës dhe shpejtësive të pabesueshme, kompania u themelua nga një fëmijë që u rrit në një familje kovaçësh, që i mungonte arsimimi formal dhe që njëherë u refuzua nga puna në një fabrik makinash. Gjatë viteve të tij të adoleshencës, ai humbi babain dhe vëllain dhe pa para ose lidhje, pothuajse mbeti i pastreh në rrugët e Turinit, duke ndjekur ëndrat e tij për të bërë pilot gare. Pak e dinte ai që përpjekja e tij e palodhur do ta çonte të ndërtonte ekipin më dominant të garave në motorsportin dhe duke bërë këtë, të krijonte një nga prodhuesit më mahnitës të makinave në botë. Kjo është historia e vërtet mahnitëse e Enzo Ferrari dhe markës legjendare që mban emrin e tij, Ferrari. Enzo Ferrari lindi në vitin 1998 në qytetin e lashtë të Modenës, në veriun e Italisë. Dërsa Italia luftonte me varfërinë për shkak të paqëndrueshmërisë së vendit, babai i Enzos arriti të drejtonte një biznes të suksesshëm kovaçërie. Edhe pse ky të ardhur i lejonte familjes të jetonte rehatshëm, Enzo e dinte që herët se kovaçëria nuk ishte puna që ai dëshironte. Gjatë fëmijërisë së tij, familja Ferrari ishte ndër të paktat që zotëronte një dëdion buton të vogël, dhe kjo ndezi fascinimin e të riut Enzo me makinat. Interesi i tij u rrit edhe më tej, kur në moshën 10 vjeç, babai i tij e mori atë dhe vëllain e tij më të madh, Dino, për të parë ngjarjen e tyre të parë të garave, Circuito di Bologna të vitit 1908. Në atë kohë, automjetet ishin ende një risi në Evropë dhe garat ishin mbifuqishëm të rrezikshme. Pilotët garonin në rrugë dheu me pak ose as pak barriera dhe praktikisht pa pajisje sigurie, duke i bërë aksidentet fatale të zakonshme. Pavarësisht këtyre rreziqeve, Enzo e kuptoi menjëherë se kjo ishte saktësisht ajo që ai dëshironte të bënte në jetë. Ai dëshironte të ishte pilot gare. Ëndrat e tij, megjithatë, u ndërpren në mënyrë dramatike, kur në prill të vitit 1915, Italia hyri në luftën e parë botërore. Dino u regjistrua në ushtri dhe Enzo duhej të mbështillte mëngët për të ndihmuar babain e tij në punishte. Fatkeqësisht, babai i tij kontraktoi pneumoni dhe disa ditë më vonë vdiq në vitin 1916. Me të ikur, biznesi u braktis dhe për ta përkeqësuar situatën, Dino gjithashtu do të vdiste po atë vit nga një sëmundje e kontraktuar në vijat e frontit. Vetëm në moshën 18 vjeç, jeta e rehatshme e Enzos kishte ikur, pa punë, pa para dhe i vetmuar në mënyrë të dëshpëruar, ai mori punë të rastësishme për të mbijetuar, derisa u rekrutua në ushtrinë italiane në vitin 1917, ku u ngarkua me palosjen e mushkave gjatë kushteve ngrirëse. Pak pas kësaj, Enzo u ndë rëndi sëmur nga një pandemi që po merrte jetën e 10 milionëve në atë kohë, gripi spanjoll. Për fat të mirë, shpitalizimi i errshëm i tij i lejoi atij të mbijetonte. Pasi lufta mbaroi, Ferrari u kthye në shtëpi në pikën më të ulët të jetës së tij. I hendur nga lufta dhe humbja e familjes së tij, ai u bë i vendosur të rindërtohej dhe të ndiqte ëndrat e tij për të shpëtuar nga realiteti i tij i ashpër. Kështu që udhëtoi në qytetin e Turinit, qendër të industrisë automobileve të Italisë, me vetëm një qëllim në mendje: të bëhej pilot gare. Me arritje në Turin dhe me letër rekomandimi nga ushtria, Enzo ju drejtua Fiat, një nga kompanitë kryesore të automobileve të Italisë, duke kërkuar punë. Megjithatë, Fiat e refuzoi dhe kështu Enzo u detyrua të mbështetej në kursimet e tij të vogla dhe endri nga një vend në tjetrin, derisa më fund gjeti punë të rastësishme në një punishte riparimi automjetesh. Biznesi kryesor i punishtes ishte të rimodelonte kamionët e luftës në automjete pasagjerësh, dhe ndërsa Enzo u bë i njohur me detyrat mekanike, ai ndihet pa realizuar. Për fat të mirë, ai do të takojë shpejt një mik që do të transformojë jetën e tij, Ugo Sivonci, një ish garuese. Bicikletash që po kalonte në industrinë e automobilave. Ugo e prezentoi Enzon me një prodhues të ri makinash në Milano të quajtur THMN, ku Enzo u punsua si shofer testimi dhe dorëzues. Edhe pse THMN ishte një kompani relativisht e vogël, ata po ndërtonin diçka që Ferrari kërkonte me dëshpërim: makina gare. Pas disa muajve, Enzo përdori të gjitha kursimet e tij për të financuar një automjet. Dhe në vitin 1919, ai mori makinën e tij të parë të garave në moshën 21 vjeç, një model THMN 1520.
Së shpejti ai debutoi në Cercito del Savio të vitit 1923. Ishte këtu ku Enzo takoi konteshën Paolina Baracca, nënën e një piloti heroi të luftës italiane të quajtur Francesco Baracca. Paolina e inkurajoi Ferrari të miratonte emblemën e kalit në këmbë që djali i saj e pikturoi në aeroplanin e tij për ta përdorur në makinat e tij për fatmirë. Enzo pranoi me mirënjohje sugjerimin e saj, gjithse ai nuk do ta përdorte emblemën derisa të themelonte ekipin e tij të garave disa vjet më vonë. Ky simbol ikonik do të bëhej përfundimisht sinonim me Ferrari vet. Ndërsa garanti për Alfa Romeo dhe me sukses bindin ekipin të rekrutonte mikun e tij të vjetër Ugo, ky lindim përfitoi shumë ekipin. Si voçi u bë së shpejti i njohur, duke fituar disa gara të mëdha, më së shpejti Targa Florion e vitit 1920. Në mënyrë tragjike, vetëm 4 muaj pas fitores së tij, Sivoçi vdiq gjatë aksidentit ndërsa testonte prototipin P1 të Alfa Romeo. Ky ngjarje shkatruese ndikoi thellë Enzon, madje ju aqua atë të rishikonte karrierën e tij si pilot në një pikë. Stresi i tij u thellua mëtej kur në vitin 1925, piloti kryesor i Alfa Romeo, Antonio Ascari, gjithashtu vdiq në një aksident gjatë Grand Prix-ut francez. Pavarësisht këtyre humbjeve, Enzo vazhdoi të garonte gjatë viteve të ardhshme, por gradualisht u bë më interesuar në aspektet organizative të garave. Jashtë motorsportit, ai kishte drejtuar me sukses disa përfaqësuese Alfa Romeo në Itali dhe u martua me një grua të re që quajtur Laura Domenica Garello në vitin 1923. Duke balancuar përgjegjësitë personale, Ferrari filloi të ulte angazhimet e tij të garave, pasi në këtë kohë ju merrte jeta vet testet e shkatruara dhe kërkonte të gjitha forcat mendore dhe fizike. Garave dhe u fokusua në vend në menaxhimin e divizionit të garave të Alfa Romeo. Menaxhimi i tij kontribui në mënyrë të konsiderueshme në suksesin e ekipit, veçanërisht përmes rekrutimit të tij të inxhinierëve të talentuar si Luigi Bazzi dhe Vittorio Jano. Nën ekspertizimin e tyre, Alfa Romeo prodhoi P2-shin, një makinë që dominoi garat nga viti 1924 deri në 1930, duke pretenduar 14 fitore Grand Prix dhe duke arritur shpejtësi mbi 120 milje në orë. Këto suksese pozicionuan Alfa Romeo pranë Bugatti si emrat kryesor në garat Grand Prix gjatë fundit të viteve 1920. Megjithatë, Alfa dhe disa prodhues të tjerë të makinave filluan të tërhiqnin paratë e tyre nga garat për arsye financiare, duke lënë shumë anëtar të ekipit të pakënaqur. Kjo shkaktoi disa garues të krijonin ekipet e tyre dhe të blinin makinat e tyre për të garuar pranë amatorëve të tjerë të pasur. Këto rregullime u bën të njohura si skuderia dhe shpejt u bën një tendencë tërheqëse në Itali. Kishte vetëm një problem megjithatë. Shumë nga këto skuderia drejtoheshin nga njerëz që u mungonin aftësitë organizative dhe njohuria në industrinë e automobilave, që çonin në shumë papërputhje në pistë. Por për Enzo, kjo ishte një mundësi e artë. Ai e dinte saktësisht se çfarë nevojitej për të bërë një ekip gare të suksesshëm, kështu që ai vendosi të krijonte një ekip të vërtet gare të tij, skuderia Ferrari. Në vitin 1929, në moshën 32 vjeç, Enzo u bashkua me një grup entuziastësh të pasur të automobilave për të themeluar skuderia Ferrari në Modena, duke miratuar emblemën e kalit në këmbë, të dhuruar nga konteshja Baracca si logon e ekipit të tyre. Ndërsa skuderia Ferrari ishte një ekip i pavarur, ajo vepronte si divizioni jo zyrtar i garave të Alfa Romeo. Enzo siguroi një marrëveshje të favorshme me Alfa, duke i lejuar atij të blinte makinat e tyre me çmime me shumicë. Në shkëmbim, Enzo binti Alfa Romeo që çdo humbje do t'i atribuoi skuderia Ferrari, ndërsa të gjitha fitoret do të reflektonin pozitivisht mbi reputacionin e Alfa. Megjithatë, qëllimi fillestar i skuderia Ferrari ishte thjesht të ofronte amatorëve të pasur shansin për të garuar në kalendarin e garave të Italisë. Por në realitet, Enzo kishte plane të ndryshme. Ai dëshironte ta bënte skuderian e tij ekipin më të mirë të garave që kishte, një emër kryesor në motorsportin italian. Për të financuar vizionin e tij,
Ai siguroi në mënyrë të zgjuar mbështetje financiare dhe teknike përmes partneriteteve me furnizuesit e automobilave, të tillë si Pirelli për goma, Shell për karburant dhe vaj dhe Bosch për buzhina, në shkëmbim të publicitetit në pista. Megjithse Enzo nuk ishte i pari që përdori rregullime të tilla sponsorizimi, ai luajti një rol të madh në konsolidimin e tij, një praktikë ende thelbësore në gara sot. Ai forcoi më tej ekipin e tij, duke rekrutuar pilot legjendar si Giuseppe Campari dhe Tadzio Nuvolari. Në sezonin e tyre të parë, skuderia Ferrari arriti 9 fitore mbreslënse nga 22 gara. Me kalimin e vos, Ferrari do të pretendonte fitore të dukshme të tilla si Targa Florio, Mille Miglia dhe shumë gara Grand Prix gjatë fillimit të viteve 1930. Ndërsa ekipi u rit, skuderia Ferrari shpejt u bë një nga operacionet më të mëdha dhe më të suksesshme në Europë. Gjëra të mira vazhduan të vinë për Enzo, kur në janar të vitit 1932 ai festoi lindjen e djalit të parë të tij, Alfredo Dino Ferrari, duke shënuar tërheqjen e tij të plot nga garat si pilot. Megjithatë, tensionit u ngritën me Alfa Romeo që në mes të vështirësive të tyre financiare u bën hezitueshme për të vazhduar të furnizonin automobile të nivelit të lartë në ekipin e Enzos. Për më tepër, shfaqja e prodhuesve të fuqishëm gjerman si Mercedes dhe Auto Union, të mbështetur nga financim substancial i qeverisë naziste, filluan të dominonin garat Grand Prix në vitet 1930, duke quar në rezultate rënëse për skuderia Ferrari. Kjo rënje rezultoi në humbje të pilotëve kryesor që kaluan në ekipe me të financuara. Përfundimisht, në vitin 1937, skuderia Ferrari u ble dhe u shpërnda nga Alfa Romeo, i cili zhvendosi operacionet nga Modena në Milano dhe formoi një ekip të ri të quajtur Alfa Corse, në shpresë për të garuar më mirë me rivalët e saj gjerman. Enzo Ferrari u vu në krye të Alfa Corse, por luftoi për të përputhur me burimet superiore të gjermanëve në inxhinieri. Pas 2 vitesh, Ferrari u shkarkua për shkak të mosmarrveshjeve mbi drejtimin e ekipit, gjë që e la atë të ndihej i tradhtuar pas dedikimit të 20 viteve të jetës së tij për Alfa Romeo. Duke shtuar fyerje në dëmtim, Alfa gjithashtu e ndaloi atij të përdorte emrin e tij në ndonjë automjet ose ekip për 4 vjet. Pavarësisht përmbysjes, Enzo e dinte se arritjet e tij ishin të rëndësishme. Skuderia Ferrari kishte siguruar 144 fitore në 225 gara dhe pas shpërbërjes së saj, ai kishte marrë më shumë se 1 milion lirë si shpërblim. Me ato para, Enzo u nis për të përmbushur ëndrrën e tij dhe më në fund hapi kompaninë e tij të vetë të automobilave në vitin 1939. Pak e dinte ai se kompania e tij së shpejti do të binte në një rrugë shumë të ndryshme. Pas largimit nga Alfa Romeo, Enzo Ferrari themeloi kompaninë e tij të automobilave në Modena në vitin 1939, Auto Avio Costruzioni. Ai punsoi shpejt inxhinier të talentuar për të krijuar një makinë gare që kombinonte shpejtësinë me elegancën. Rezultati ishte modeli 815. 2 nga këto makina debutuan në Brescia Grand Prix të vitit 1940, duke udhëhequr në mënyrë mbresluese garën dhe duke vendosur rekordet e rreshtave më të shpejta në klasën e tyre. Fatkeqësisht, dështimet mekanike parandaluan që të dyja makinat të përfundonin. Pa e ditur Enzo, kjo do të ishte gara e parë dhe e vetme nën Auto Avio Costruzioni. Ndërsa lufta e dytë botërore u intensifikua, Italia u çiftëzua me gjermanët për të luftuar kundër fuqive aleate dhe garat pranë prodhimit të makinave të pasagjerëve nuk ishin më prioritete. Në vend kësaj, prodhimi i automjeteve ushtarake dhe armëve u bë thelbësor. Benito Mussolini u drejtua Enzos, duke i kërkuar atij të furnizonte pajisje ushtarake, me të cilën Ferrari ra dakord. Ai zhvendosi fabrikën e tij kryesore nga Modena në Maranello, duke prodhuar fshehtazi pajisje nga qeveria fashiste e Mussolinit në Gjermani naziste. Enzo ishte në fakt një antar publik të partisë fashiste që nga viti 1934, duke u shfaqur në uniformë në parada dhe ceremoni për komunitetin për të parë. Në realitet, Ferrari bëri kryesisht këto gjëra për të mbetur në marrëdhënie të mira me ata në pushtet. Përndryshe, biznesi i tij me ngjarë do të ishte sekuestruar ose më keq, të eliminohej vetë. Interesantisht, Ferrari gjithashtu mbajti marrëdhënie të fshehta me grupe socialiste në veriun e Italisë, duke luajtur njëkohësisht të dyja palët në konflikt, mbase për të siguruar mbijetesën e tij pavarësisht nga rezultati i luftës. Ajo që është e sigurt megjithatë, është se Ferrari fitoi bukur nga lufta dhe kompania e tij u rit mjaft e madhe duke punuar për ushtrinë.
Megjithatë, fabrika e tij u përball me pasoja kur forcat aleate bombarduan fabrikën e tij 2 herë në 1944 dhe 1945. Pas disfatës së Gjermanisë dhe përfundimit të luftës, Enzo u përball me një vendim kritik. Pavarësisht kërkesave të mëdha rindërtimit të Italisë që prezantonin mundësi fitimprorse në industrinë e veglave makinerike, Enzo e braktisi atë luk plotësisht. Në vend kësaj, ai rrezikoi gjithçka duke u kthyer në pasionin e tij Gjatë, garat. Ai rekrutoi miqtë e tij të vjetër dhe inxhinierët Gioacchino Colombo dhe Luigi Bazzi për të projektuar një makinë gare elegante dhe të fuqishme. Dhe kjo makinë e re do të ishte e para që mbante emrin e tij, Ferrari 125S. Ferrari 125S kishte një motor të sofistikuar 1.5 litra 12 cilindra, me një shpejtësi maksimale mbreslënse prej 130 milje në orë. Ferrari debutoi makinën e tij të re në Circuito di Piacenza në vitin 1947, ku ajo tej kaloi rivalët nga Maserati, BMW dhe madje Alfa Romeo. Por me vetëm 3 radhë të mbetura, motori pati defekt, duke e detyruar atë të tërhiqet. Pavarësisht humbjes, Enzo mbeti optimist, duke e quajtur atë një dështim premtues. 2 javë më vonë, Ferrari siguroi fitoren e saj të parë në Rome Grand Prix të vitit 1947. Muajin tjetër, ajo fitoi 2 fitore të tjera dhe deri në fund të vitit, Ferrari kishte mbledhur 6 fitore nga 14 gara. Megjithatë, Enzo e dinte se nëse dëshironte të vazhdonte të garonte, ai kishte nevojë për një burim të besueshëm të ardhurash, pasi garat janë jashtëzakonisht të shtrenjta. Kështu që ai vendosi të prodhonte makina luksoze sportive nën markën Ferrari dhe u bashkua me ish shokun e ekipit të Alfa Romeo Luigi Cinetti për të treguar këto automjete në Amerikë. Ndërsa Evropa ende po rikuperohej ekonomikisht nga lufta, Cinetti promovoi në mënyrë efektive makinat Ferrari si objekte luksoze koleksionuese dhe garonin në gara të shquara amerikane si Indianapolis 500 dhe 12 orë të Sebring, duke përmirësuar profilin e Ferrari në SBA. Megjithatë, kishte një garë që Cinetti dëshironte të garonte, që ai e dinte se do të përfitonte shumë Ferrarin, 24 orë të Le Mans. Ai u drejtua Enzos për të kërkuar 2 Ferrari dhe 8 mekanik për garën, por për habinet e tij, Enzo refuzoi, duke besuar se makinat nuk ishin gati për një ngjarje kaq kërkuese. Më tepër, dërgjimi i ekipit të tij zyrtar për një disfat të mundshme të kumce, jo vetëm që do të ishte një humbje kohe dhe parash, por gjithashtu do të krijonte publicitet të keq. Në vend kësaj, ai sugjeroi Luigi që, nëse ai vërtet dëshironte një Ferrari në Le Mans, ai gjithmonë mund të blinte dhe ta merrte vetë, dhe kështu Luigi bëri saktësisht atë. Në vitin 1949, Cinetti befasoi të gjithë, përfshirë Enzon, kur ai drejtoi në 24 orë të Le Mans dhe më shumë kur ai fitoi garën. Kjo fitore monumentale vërtetoi aftësitë e Ferrari dhe rritën shumë shitjet dhe reputacionin gjatë viteve 1950. Të ardhurat e shtuara i lejuan Enzos të investonte më tej në gara, duke arritur dominim në Mille Miglia për disa vjet dhe duke siguruar fitore të tjera të rëndësishme të tilla si Targa Florio, 24 orë të Spas dhe përsëri në Le Mans në të 2 vitet 1954 dhe 1958. Modelet si Ferrari 166 MM dhe 250 Testarossa u bën shpejt sensacione për performancën dhe dizenjet e tyre elegante. Megjithatë, këto dizenje nuk u krijuan nga ekipi i Ferrari vet, por në vend kësaj nga një firmë italiane e ndërtimit të karrocerisë e quajtur Pininfarina. Enzo ishte bashkuar me Pininfarina për të trajtuar në mënyrë specifike dizenjin e makinave të tij rrugore, duke e lejuar atij të fokusohet ekskluzivisht me operacionet e tij garimesh. Ky bashkëpunim ishte kaq i suksesshëm sa Pininfarina përfundoi duke dizenjuar pothuajse të gjitha modelet Ferrari deri në vitet 1990. Deri në mesin e viteve 1950, skuderia Ferrari ende po gëzonte sukses, por konkurenca kishte filluar të ndryshonte. Rivalët e rinj britanik, Cooper dhe Lotus, po revoluciononin Formula 1 me dizenja me motor në mes, që tej kalonin modelet tradicionale me motor përpara. Tani, edhe motorët e fuqishëm V12 dhe V6 të Ferrari, po tej kaloheshin nga makina më të vogla, më të shkashta. Ndërsa shumica e ekipeve u përshtatën shpejt me trendin e motorit në mes,
Enzo nguli këmbë me rrugët e tij të vjetra. Për të, fuqia e papërpunuar ishte gjithçka, dhe ai gjithmonë besonte se pilotët e tij mund të kompensonin ndryshimin. Ajo besim do të vinte me një kosto të tmerrshme. Presioni intens për të fituar, pavarësisht dizenjave të vjetruara, bëri pilotët e tij më të pafrikshëm se kurrë më parë, duke quar në aksidente të shumta fatale. Një nga më tragjike ndodhi gjatë Mille Miljas të vitit 1957, një garë 1000 miljash e mbajtur në rrugët publike italiane. Alfonso de Portago, një fisnik spanjoll karizmatik, po drejtonte një Ferrari 335S me mbi 150 milja në orë, kur një gomë shpërtheu, duke quar në një aksident katastrofik që vrau atë, bashkpilotin e tij dhe 9 shikues, duke përfshirë 5 fëmijë. Si rezultat, Enzo Ferrari u akuzua me 12 akuza vrasje. Vitin tjetër, 2 nga garuesit e tij më të shpikatur të rinj, Luigi Musso dhe Peter Collins, vdiqën në aksidentet gjatë garave të Formula 1. Këto tragjedi u shtuan akuzave të vrasjes dhe në botën e garave, Enzo njoheshte 10 garues që kishin humbur jetën duke degur me shpejtësinë e harë në skadhe. Pavarësisht kësaj, Enzo kariti furburit e rand. Ata që vdiqën ishin teri të tjerë dhe Ferranti ndoqi belin e vet. Motori juaj i vjetëruar kishte nevojë për një përmirësim dhe një shije të re të fitores. Peter Collins u vran gjithashtu në pistë gjatë kampionatit të Formulës 1 të vitit 1958. Tani, Enzo ishte bërë një nga njerëzit më të urryer në Itali. Vetë kombi që ai ndihmoi të ngrihej në motorsport, gjë që e ndikoi personalisht. Edhe kisha hyri në mosmarrveshje, duke akuzuar Ferrari se merr jetë me neglizhencë në ndjekjen e tij të lavdisë së garave dhe duke e krahasuar atë me perëndinë romake Saturni, një hyjni që përpinte fëmijët e vet për të mbijetuar. Nën presionin nga Vatikani, Italia konsideroi seriozisht ndalimin e motorsportit plotësisht, duke lënë tifozët të paralizuar dhe të zemëruar ndaj Ferrari. Përfundimisht ishte Ferrari vetë që do të ndihmonte të kthehej kjo vendim. Enzo dhe ekipi i tij ligjor paraqitën një mbrojtje bindëse. Pas hetimit të plot, ata argumentuan se shkaku kryesor i aksidenteve nuk ishte neglizhenca e ekipit, por mungesa e rregulloreve të sigurisë dhe infrastruktura e dobët e pistave të garave. Në atë kohë, makinat ende garonin në rrugë të ngushta publike pa ripasigurimi, pa bariera mbrojtëse dhe praktikisht pa mbikëqyrje. Ndërsa shumë anëtarë të ekipit kishin peticionuar organizatorët për norma më të mira sigurie, këto kërkesa rrallë veproheshin. Në fund, Ferrari doli i drejtë. Kisha e pastroi Enzon nga akuzat e tyre dhe në vitin 1961, gjykatësi më në fund vendosi që të gjitha akuzat kundër tij të hiqeshin. Megjithatë, pavarësisht përballimit me çështje të gjëra gjyqësore, humbjes së pilotëve kryesor dhe kostove spirale të zhvillimit të makinave të garave, Ferrari kishte arritur të arrinte rivalët e saj dhe fitoi të 2 kampionatet e Formulës 1 dhe të makinave sportive botërore në vitin 1961. Por në këmbim, ata kishin tharë të gjitha burimet e tyre. Shitjet e makinave të Ferrari nuk ishin më të mjaftueshme për të mbajtur operacionin e saj të garave dhe kompania tani ishte në prag të falimentimit. Kjo është kur Ford vendosi të vizitonte Ferrari. Ndërsa makinat Ferrari vlerësoheshin për të qenë të ndërtuara me dorë me materiale me cilësi të lartë, e meta ishte se ato ishin shumë më të shtrenjta për të prodhuar. Natyrisht, Enzo i shiste ato me fitim, por sepse shumica e blerësve financonin makinat e tyre, Ferrari duhej të priste disa vjet për të kthyer paratë e tij. Kjo u bë një problem. Me shpenzimet e garave në rritje, Ferrari u detyrua të tërhiqej nga disa nga garat e tij për të mbajtur kompaninë mbi ujë. Në vitin 1963, Ford bëri një ofertë tërheqëse. Për $18 milion, Ferrari duhej të jepte 90% të biznesit të makinave të prodhimit dhe 10% të divizionit të garave. Enzo, i cili shiste vetëm 500 makina në vit, ra dakord, por në një kusht. Ai do të mbante kontroll total mbi skutëria Ferrari. Megjithatë, në prag të përfundimit të marrëveshjes, Ferrari zbuloi një klauzulë të fshehur. Ai do të kishte nevojë për lejen e Ford për të shpenzuar mbi $450 milion në operacionin e tij të garave, ekuivalenti i rreth $8 milion sot, dhe kjo ishte një jo shkuarje për të.
Duke shpërthyer në zemërim, ai I fyu të gjithë ekzekutivët e Ford në një përzierje të italishtes thumbitse, përfshirë kompaninë dhe CEO-n e saj, Henry Ford II, lënë çdo amerikan të pranishëm pa fjalë. Ford tani ishte I përkulur për hakmarrje. Misioni I tij: unë dua inxhinierët më të mirë, pilotët më të mirë, nuk më intereson sa kushton. Ne do të ndërtojmë një makinë gare për të mundur Ferrari në garën më prestigjioze në botë, 24 Hours of Le Mans. Në atë kohë, Ferrari kishte dominuar Le Mans për vite dhe ishte vendosur të fitonte përsëri. Kështu që Ford nuk humbi kohë duke rekrutuar inxhinier dhe shpenzoi pa kujdes mbi $25 milion duke zhvilluar një makinë që mund të shkatronte Ferrari. Rezultati ishte Ford GT40, një monstruozitet elegant dhe brutal V8, I aftë të arrinte mbi 164 milje në orë. Megjithatë, GT40 e hershme vuante nga një tëmet kritike, besueshmëria. Asnjë nga Fordet që garonin në Le Mans në 1964 dhe 1965 nuk arriti as të përfundonte garën, të gjitha për shkak të dështimeve mekanike. Ishte një pamje turpëruese për Ford, edhe më shumë ndërsa ata shikonin Ferrari duke fituar të dyja garat ato vite. Por deri në vitin 1966 dhe pas përmirësimeve të shumta, GT40 më në fund bëri shpërthimin e saj. Jo vetëm që mundi Ferrari, ajo dominoi garën, duke marrë vendin e parë, të dytë dhe të tretë në një përfundim historik, 1, 2, 3. Gjatë 3 viteve të ardhshme, Ford vazhdoi të fitonte 24 Hours of Le Mans dhe gara të tjera të mëdha, duke e bërë GT40 një nga makinat më të suksesshme të garës së qëndrueshmërisë në histori. Nga ana tjetër, Ferrari nuk do të fitonte në Le Mans përsëri për 60 vjet. Deri tani, Enzo po bëhej shumë I vjetër. Në moshën 70 vjeç, ai po përballej me probleme serioze të veshkave, duke e detyruar atë të kalonte më shumë kohë larg punës. Me shëndetin e tij në rënje dhe kompaninë në trazira financiare, ai vendosi të shiste pjesë të biznesit për të siguruar që Ferrari do të jetonte pas tij. Kështu në vitin 1969, skuderia Ferrari shiti 50% të aksioneve të saj tek prodhuesja më e madhe e makinave të Italisë, Fiat, nën kushtin që Enzo do të mbante kontrollin e plot mbi ekipin e garave. Me kalimin e viteve, ai numër do të rritet në 90%. Me mbështetjen e Fiat, Ferrari rrit prodhimin e makinave rrugore dhe u stabilizua financiarisht, duke I lejuar Enzos të përmbushte më në fund shpenzimet e tij të garave, të paktën për momentin. Ndërkohë, konkurenca e garave po bëhej më intensive dhe përgjigjja e ngadaltë e Enzos për të miratuar koncepte të reja aerodinamike e pengoi ekipin e tij të fitonte kampionatin e Formulës 1 për vite. Megjithatë, ndërsa Ferrari luftoi në pistat e garave, një antar I ri u bashkua me ekipin, që jo vetëm do ta çonte Ferrari përsëri në lavdi, por e transformoi plotësisht kompaninë në atë që ne e njohim sot. Në vitin 1974, Enzo emëroi asistentin e tij 26 vjeçar, Luca Di Montezemolo, si drejtor ekipi I skuderia Ferrari. Montezemolo pranoi se stili autokratik I menaxhimit të Enzos shpesh shkaktonte fërkim midis antarëve të ekipit, gjë që çoi në mungesë drejtimi. Kështu që Luca ristrukturoi menjëherë të gjithë ekipin, punsoi figura kyçe si piloti austriak Niki Lauda dhe punoi gusht me inxhinierin kryesor Mauro Forhieri për të zhvilluar një gjenerat të re makinash gare, seria 312T. 312T paraqiti një kuti shpejtësie të montuar tërthoras, pozicionuar përpara boshtit të pasëm. Kjo përmirësoi shumë shkatësinë dhe përgjigjen e makinës, fal shpërndarjes më të mirë të peshës, dhe qiftuar me një motor të fuqishëm Flet 12, Ferrari ishte përsëri një pretendent I denj në pistën e garave. Seria 312T vazhdoi të fitonte 3 kampionate ndërtimi dhe 2 kampionate pilotësh në 3 vitet e ardhshme. Megjithatë, ndërsa pilotët e Ferrari fituan në pistat e garave, që 2 pilotë shkatruan makinat e tyre dhe në 9 garat e hershme, 3 prej tyre u vranë. Asnjë pilot nuk kishte vdekur në qarkimet e Formulës 1 që nga viti 1967 dhe zakonisht Enzo ishte I pari që të fajsonte. Megjithatë, ai ishte kaluar me shmengjeristet dhe testakoke të pilotëve. Me viti 1977 afrimi, Ferrari përsëri ishte në një demenic, por nuk kishte një prezencë të fortë për ta pakisur. Me gjithë këtë trazir, Luca Di Montezemolo vendosi të dorëzohej nga funksioni I tij si drejtor ekipi dhe nxingës të ri Enzos formuan një pakt për Ferrari, që do të ndryshonte historinë e saj. Fitonte 27 gara Grand Prix, duke quar në 4 kampionate konstruktorësh dhe 3 kampionate pilotësh,
duke e bërë atë një nga dizenjet më të suksesshme në historinë e Formulës 1. Ishte e qartë se udhëheqja e Montezemolo ishte jetike për suksesin e Ferrari, por fatkeqësisht, koha e tij atje ishte e shkurtër, pasi ai la ekipin në vitin 1977 për detyra të tjera me Fiat. Pas largimit të tij, vitet 1980 u provuan sfidues për Ferrari. McLaren dhe Williams dominuan F1-shin dhe kompania gjithashtu luftoi në tregun tregtar për shkak të një recesioni global dhe konkurrencës së shtuar nga prodhues të tjerë të makinave luksoze. Në të njëjtën kohë, mosha e Enzos dhe shëndeti në përkeqësim e kishin dobësuar atë në mënyrë drastike. Edhe ashtu, ai vazhdoi të punonte me zell, duke bërë gjithçka që mundi për të rifituar suksesin në pistën e garave. Por deri në vitin 1988, gjendja e tij u përkeqësua, duke e detyruar atë të mbetej në shtrat. Disa javë më vonë, Enzo vdiq në vendlindjen e tij të Modenës, në moshën 90 vjeç. Pas vdekjes së tij, trashëgimtari i kompanisë u kalua djalit të tij të dytë dhe të vetëm mbijetues, Piero, i cili lindi nga një lidhje që Enzo pati gjatë luftës së dytë botërore. Megjithse Piero trashëgoi një pjesë 10% në kompani, ai nuk tregoi kurrë interes për të bërë kreu i Ferrari, duke besuar se do të ishte e pamundur të përputhej me trashëgiminë e babait të tij. Në vend të kësaj, ai preferoi të punonte pas skenave, duke marrë një rol mbështetës si nën kryetar. Ndërkohë, Ferrari vazhdoi të dobësohej, duke rënë më tej në borxh. Më në fund, në vitin 1991, ata vendosën të rikthejnë njeriu që një herë i kishte shpëtuar, këtë herë si kryetar dhe CEO, Luca Di Montezemolo. Në udhëheqjen e Lucas, ata investuan shumë në ringjalljen e linjës së makinave sportive të Ferrari dhe punësuan individ kyç që ndihmuan në restaurimin e suksesit të garave të ekipit me pilotin legjendar Michael Schumacher, duke fituar 5 kampionate pilotësh të njëpasnjëshme mbreslëndse, nga viti 2000 deri në 2004. Montezemolo gjithashtu zgjeroi markën Ferrari përtej garave, duke licencuar mallra dhe produkte stiljetese që shtuan të ardhurat të konsiderueshme dhe dukshmëri marke. Udhëheqja e tij e nxori kompaninë nga borxhi dhe e transformoi në një prodhues fitimprurës makinash sportive, një arritje me të cilën ajo kishte luftuar prej kohësh që nga fillimi i saj. Megjithatë, çështjet mbi vendimarrjen të çiftzuara me aktivitetet në rritje të Montezemolo jashtë Ferrari e çuan atë të largohej nga kompania në vitin 2014. Megjithatë, Ferrari vazhdoi të rritet në termat e shitjeve dhe volumit dhe më në fund u shkëput nga kompania MAM Fiat për të bërë një entitet i tregtuar publikisht i pavarur në vitin 2016. Ky vendim do ta bënte Ferrari një nga kompanitë më të vlefshme në botë, me kapitalizimin e saj të tregut që arriti mbi $80 miliardë në vitet e fundit. Sot, Ferrari vazhdon të zgjerohet në tregjet e modës dhe luksoze, por ende mbetet fokusi i saj kryesor në gara, duke mbetur si ekipi më i vjetër dhe më i suksesshëm i Formulës 1 në histori, një dëshmi për njeriu që refuzoi të ndalet në asgjë për ta bërë ëndrrën e tij realitet.